Kjo që po shenim mbrapa me është lagja më luksoze në Ferizaj, lagja Panorama. E pikrish këto, brenda këtij kompleksi gjigant është privatizuar prona apo shitur patender nga Agjencia Kosovare e Privatizimit direkt për babain e deputetit të vetëvendosjes të Valon Ramadani. Siç e ka konfirmuar edhe vet AKP-ja, për vetëm 120 euro metrin katror i janë dhënë 2524 metra katror pronë Hysni Ramadanit e Shaban Aliut. Të dy këta pronar të kompanisë nderimi SHPK, që janë njëkohësisht edhe ndërtuesit e kësaj lagje super luksoze, ku të gjitha shtëpit posedojnë edhe pishina private. Arsyetimi i AKP-s sepse kjo pronë u shit në këtë formë, pra patender, ishte sepse të gjitha pjesët përreth saj tashmë ishin të privatizuara. Po qysh përfundoi një pronë e shtetit në këtë gjendje ku të gjitha pjesët përreth saj u privatizuan dhe nuk mbeti zgjidhje tjetër përveç të jepej në këtë formë me negocim edhe ajo pjesë. A mundet AKP-ja me na sqaru se si erdhi deri tek kjo gjendje një pronë e shtetit? Sa prona u privatizuan para saj që të mbetej vetëm edhe kjo pjesë që të jepej patjetër me negocim? I bëj thirrje AKP-s që të mos harroj edhe qasjen që kemi kërkuar në dokumentet të shitjeve të tilla, pra patender, por të paredaktuara, pra në ato që si keni fshehur emrat e blerësve, që janë 54 të tilla vetëm në vitin 2025. Pra, tash po e sheni, është ky vendi, ekziston edhe dokumenti i transaksionit, po e ka konfirmuar edhe vet AKP-ja. Por në vend që të na ofronte fakte, Valon Ramadani vendosi të na quaj shantazhues e shpepës, duke mos ofruar as edhe një provë të vetme se ajo që ne po raportonim nuk ishte e vërtetë. E për këtë, ai do të përballet me padipër shpifje dhe prishje të imazhit. Por një reagim më të mirë nuk e pati as babai i tij Hysni Ramadani, kur u kontaktua në lidhje me këtë çështje. Një parcelë 2524 metra katror. Po. A më shumë tregu cili ka qenë qëllimi i blerjes? Edhe është bo me shitje direkte? Nuk. Qëta ka jetë të funë, më s'po të kuptoj kur gjë. Hajde në zyra të rëvleks. Pra, ai nuk po e mohon, për vetëm premton që do ta sqaroj se si ndodhi. Ajo të u ble 24 orë për AKP-s edhe e kompos mrena pashqillës teme 50 hektarë. Apo më kupton? Qysh po mendon parcelë tënde? Hajde se nuk kam ku, se unë i kam këto 500 punëtor, nuk kam ku më morë me ti. Po e lajtë e janë zyre, se jam në zonën tash. Do të me po tërmen ti me full me mu.